من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falendrimet dhe madhrimet gjithmonë janë për Zotin xhaleshanu. Ata e falenderojmë për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. E falenderojmë Allahun I cili na bëri të mundur të agjërojmë këtë ditë Ramazani dhe I lutemi Allahut që të na pranojë agjërimin dhe çdo vepër të mirë. Sot jemi në natën e 27 të muajit të Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë që 10 ditë I fundit I Ramazanit janë 10 ditët më të mira të vitit. Ndërsa nata e Kadrit është nata më e mirë dhe më speciale për çdo besimtar gjatë gjithë jetës së tij. Nata e Kadrit është në 10 ditën e fundit në netët teke, por disa nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë dhënë mendime se mund të jetë në natën e 27 të muajit Ramazan, pra siç jemi sot. Edhe këtë përshkruan Allahu nëpërmjet surës Kadr për vlerën dhe rëndësinë e kësaj nate të madhe, ku Zoti xhaleshanu thot në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lejlatil qadr, wa ma adraka ma lejlatul qadr, lejlatul qadri khayrun min alfi shahr, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirëplotit, thot Allahu, ne e zbritëm Kur'anin famëlar në natën e Kadrit. E kush mund ta shpjegojë dhe kush mund ta di se çfarë është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Me lajket dhe Gjibrili me lejen e Zotit të tyre zbresin në këtë natë me të gjitha vendimet. Paqja është ajo natë deri në lindjen e agimit. Allahu I madhëruar na ka lajmëruar se e ka zbritur Kur'anin famëlar në natën e Kadrit. Ajo është nata e madhe për të cilën Zoti thotë, ne e zbritëm Kur'anin në një natë të bekuar. Inna anzalnahu fi lejlatin mubarake. Sura Duhan. Kjo natë është nga netët e muajit të Ramazanit, për të cilët Allah I madhruar ka thënë, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Muaji I Ramazanit është ai në të cilin ka zbritur Kur'ani famëlar. Pra Kur'ani famëlar ka zbritur në muajin e Ramazanit edhe në natën e Kadrit. Ibn Abbas radhiyallahu anhu thot, Allahu e ka zbritur për një herësh Kur'anin nga pllaka e ruajtur në qiellin e krenarisë, që është qielli I kësaj bote, më pas e ka zbritur tek pejgamberi alayhis salam sipas ndodhive që kanë ndodhur për 23 vjet. Pra në natën e Kadrit Allahu ka zbritur të gjithë Kur'anin komplet në qiellin e dunjas. Pastaj për një periudhë 23 vjeçare Zoti ja ka zbritur Kur'anin me Gjibril alayhis salam pejgamberit Muhammed alayhis salam sipas rrethanave, ngjarjeve dhe ndodhive të ndryshme. Allahu I madhruar duke e lartësuar natën e Kadrit në të cilin u shpall Kur'ani thot, e kush mund ta shpjegojë ty se çfarë është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Mujahidi, një dietar I Kuranit thot, nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Puna, agjerimi dhe falja në këtë natë është më e mirë se sa të punosh, të agjerosh dhe të fitosh për 1000 muaj. Pra të falesh në natën e Kadrit dhe të arrish natën e Kadrit, që Allahu ta mundsoj të arrish, do të thotë që ti të falesh 1000 muaj. Ta agjerosh sikur ka agjeruar 1000 muaj. Të lexosh Kur'anin sikur ke lexuar 1000 muaj rresht. Ta falësh namazin sikur e ke falur 1000 muaj rresht. 83 vjet e 4 muaj. Me Buhariu tregon se pejgamberi alayhis salam thotë, kur erdhi muaji I Ramazanit, pejgamberi I Zotit tha, ju erdhi muaji I begat I Ramazanit,
Allahu ka bërë obligim agjërimin e ditëve të tij. Në këtë muaj hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenemit dhe shejtanët lidhen me zinxhir. Në këtë muaj është një natë e cila ka vlerë më shumë se sa 1000 muaj. Kush nuk përfiton prej saj, ka humbur të gjitha mirësitë e kësaj bote dhe të botës tjetër. Pra besimtarit duhet që ta shfrytëzojë të gjithë Ramazanin, në veçanti ta shfrytëzojë 10 ditë e fundit të Ramazanit, por akoma më në veçanti të shfrytëzojë netët teke dhe natën e 27 që jemi sot, që ne shpresojmë që të jetë nata e Kadrit, edhe Allahu të na shkruaj dhe të na shënoj sikur ne jemi falur për 1000 muaj rresht, sikur ne kemi lexuar 1000 muaj rresht Kur'anin, sikur ne kemi bërë ibadet 1000 muaj rresht. Fjala Allah të madhruar, me lajket dhe shpirti i Xhibrilit me lejen e Zotit të tyre zbresin në këtë natë me të gjitha vendimet. Pra të gjithë me lajket edhe Xhibrili që është meleku më i madh i shpallëve zbret në tokë me lejen e Zotit me të gjitha vendimet që ka caktuar Allahu i madhruar. Nën kupton pra se zbresin shumë me lajke, shumë, pa fund, nuk dihet numri i tyre se sa është, vetëm Zoti e din. Ata zbresin me begatin dhe mëshirën e Allahut të madhruar, ashtu siç zbresin kur lexohet Kur'ani apo kur marrin pjesë në tubimet e dhikrit. Pra kur në një vend mblidhen njerëzit lexojnë Kur'an, me lajket zbresin. Në një vend mblidhen njerëz dhe përmendin Zotin, ato zbresin. Po ashtu në të njëjtën mënyrë, edhe në natën e Kadrit, të gjithë me lajket shumë prej tyre zbresin në tokë. Ata rrethojnë kërkuesin e diturisë me flatrat e tyre, nga kënaqësia që kanë për punën e tij. Fjala shpirti i përmendur në ajet pra nënkupton Xhibrilin alayhis salam ose një grup engjësh. Për fjalën Allah të madhruar, paqja është ajo deri në lindjen e agimit, thonë dietarët e Kuranit, kjo është nata e paqes në të cilën shejtani nuk ka mundësi të bëjë keq dhe as të dëmtoj asnjëri. Me lajket u japin selam atyre që janë në xhami derisa të lindë agimi. Pra me lajket i përshëndesin të gjithë besimtarët që vinë për të falur namazin në xhami deri në agim. E Buhari tregon se pejgamberi alayhis salam ka thënë për natën e Kadrit, ajo është në natën e 27 ose në natën e 29. Numri i me lajkeve në këtë natë është më i madh se sa numri i guralecave që mund shikosh ti në tokë. Aq shumë me lajke zbresin për shpërndar mirësinë dhe mëshirën e Zotit xhaleshanu. Kjo është kjo orë është vërtet pra paqe dhe qetësi për besimtarët. Në këtë orë me lajket përshëndesin besimtarët me selam dhe zbatojnë urdhrat e Zotit xhaleshanu që janë shpëtim për besimtarët. Pejgamberi selam ka thënë, kush e kalon natën e Kadrit në adhurim, në ibadet ndaj Zotit me besim të sinqert dhe duke shpresuar shpërblimin nga Allahu, i falen të gjitha mëkatet e para që ka bërë. Pra të vish në xhami me besim dhe me shpresë tek Zoti xhaleshanu që do të falen gabimet e kaluara, Zoti ka për të falur të gjithë gabimet që ke bërë më para. Aisha radhiyallahu anha tregon se pejgamberi selam ka thënë përsëri, kërkojeni natën e Kadrit në netët tek të 10 ditësh të fundit të Ramazanit. Pra kjo është një natë e madhe, Kadr do thotë përcaktime, ku përsëri Allahu çdo vit përcakton fatet e njerëzve, përcakton riskun, përcakton bereqetin, përcakton punën, përcakton diturinë, përcakton shumë gjëra që do t'i ndodhin njeriu. Prandaj ku ka më mirë që ti lutesh Zotit xhaleshanu për të gjitha ato halla dhe probleme që ke ti, që Zoti me të caktu fatin e mirë, me të caktu riskun e mirë, me pas familjen e mirë, me pas pasardhësit e mirë, me të udhëzuar fëmijët, me të udhëzuar familjen, me dhënë bereqet në dituri, me dhënë bereqet në punë dhe në të gjitha aspektet e jetës. E kanë pyetur pejgamberin alayhis salam për natën e Kadrit. Çfarë tha pejgamberi selam? Është në 10 ditën e fundit të Ramazanit, me të vërtetë nata e Kadrit është pra 21, 23, 25, 27 apo 29 të muajit të Ramazanit, ose në netët e fundit të muajit të Ramazanit.
Kush e kalon Ramazanin në adhurim me besim të sinqert dhe duke shpresuar shpërblimin nga Allahu i madhëruar, i falen të gjithë mëkatet që ka bërë më parë. Nga shenjat e saj, pra janë disa shenja që besimtari mund ta di, është natë kadri apo jo, është natë e qetë, është natë e shëndritshme, pra hëna shëndrit shumë atë natë, nuk është as ftohtë dhe as ngrohtë, por hëna është e pastër, nuk bien yjet pra në këtë natë. Këtë natë deri në agim dhe lindjen e diellit është pa rreze të forta, sikur të ishte hëna e 14. Në këtë ditë shejtanët nuk ngrihen me lindjen e diellit. Pra nata e 4 është natë e qetë, natë e pastër, e shëndritshme. Aisha tregon, e pyeta pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, o i dërguari i Allahut, nëse unë e gjej këtë natë, pra nëse unë arrit ta kap këtë natën e 4, çfarë të them, çfarë lutje t'i bëj Zotit xhaleshanehu? Dhe pejgamberi selam i mësoi lutjen e madhe Aishës gruas së tij, ku tha: thuaj Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës. Pra Allahu është falës i madh. E don faljen, ai don që t'i falë njerëzit, prandaj tha më fal mua. Pra Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës, e don faljen, më fal mua. Kjo është një lutje madhështore, është një lutje e madhe që t'ia drejtojmë Zotit xhaleshanehu, sepse të gjithë kemi nevojë për faljen e Zotit, të gjithë kemi nevojë për mëshirën e Allahut xhaleshanehu, të gjithë ne kemi nevojë për Zotin. Nevoja për Zotin është e njëjtë sikur është nevoja e peshkut për ujin. Pra peshku nuk jeton dot pa ujë, edhe njeriu nuk jeton dot pa besim. Zemra njeriut e kërkon gjithmonë besimin e Zotit, sepse një zemër pa besim është një zemër e vdekur, edhe pse jeton në një trup të gjallë dhe hecën. Prandaj ti lutemi Allahut me shpirt edhe me zemër në këtë natë për falje, për mëshirë, për begati, për mirësi. Ti lutemi Allahut për veten tonë, për familjen tonë. Ti lutemi Allahut për të gjithë besimtarët kudo që ndodhen. Në veçanti ti lutemi Allahut për besimtarët e Palestinës dhe të Gazës, që Allahu t'i shpëtojë dhe t'i çlirojë nga ato zullumçarë që po i bëjnë padrejtësi. Po ashtu ka edhe një dua tjetër e gjatë që mund ta bëjmë ndaj Allahut, ku thot: faljen tënde kërkoj o falës i madh, o Zot. Faljen tënde kërkoj o falës në këtë jetë. Faljen tënde kërkoj o falës kur të ndërroj jetë. Faljen tënde kërkoj o Zot, o falës kur të jem në varr. Faljen tënde kërkoj o falës, o Zot, kur të dal prej varrit, dhe faljen tënde kërkoj o falës i madh kur të fluturojnë fletët e librave të mia. Faljen tënde kërkoj o falës i madh kur të qëndroj në këmbë para teje. Faljen tënde kërkoj o falës i madh kur të më kërkohet llogari, dhe faljen tënde kërkoj o falës i madh kur të i kaloj urën e siratit. Faljen tënde kërkoj o Zot, o falës i madh kur të më peshosh veprat e mia. Faljen tënde kërkoj o falës i madh për çdo lloj situate dhe vështirësie. Faljen tënde kërkoj o falës i madh. Ebu Amri radiallahu anhu thot: disa ditë pasi ndërroi jetë Ebu Uthmani, dikush e pa në ëndër dhe e pyeti. Kur ka ndruar jetë Ebu Uthmani, kanë pa në ëndër dhe e kanë pyetur: cilat nga punët e kësaj jete të kanë bërë dobi? Pra kush punë të ka bërë dobi? Ai u përgjigj: fjalët afuuke. Pra faljen tënde kërkoj o Zot. Allahumma innaka afuuke tuhibbul afwa fa'fu anni. Kjo është fjala, thot, që më ka bërë dobi tek Zoti për shkak të vlerës së madhe që ka, për shkak të peshës së madhe që ka, për shkak të besimit dhe niyetit të sinqertë që ky e ka bërë ndaj Zotit. Allahu ja pas ka shpërblyer me falje dhe mëshirë dhe me begati në jetën e varrit, edhe kur dalsh para Zotit xhaleshanu. Prandaj ta shfrytëzojmë këtë natë madhe me punë të mira, me lutje sa më shumë, me dhikr sa më shumë, me lexim Kurani sa më shumë, sepse thot pejgamberi selam që agjerimi
edhe Kur'ani famëlar do të dëshmojnë ditën e gjykimit për atë person i cili ka agjëruar. Agjërimi do t'i thotë, o Zoti im, ky person ka lënë ushqimin dhe pijen për mua, prandaj fale dhe mëshiroje. Kur'ani do t'i thotë, o Zoti i Madh, ky ka netur pa gjumë, duke lexuar fjalën tënde, prandaj fale dhe mëshiroje. Është mirësi e madhe të agjërosh, është mirësi e madhe të falësh namazin, është mirësi e madhe të lexosh fjalën e Zotit Kur'anin famëlar, i cili ka zbritur në këtë natë madhe, prandaj edhe ka peshën e madhe për shkak se ka ardhur fjala e Zotit të madhëruar. Allahu na udhëzoft tek e mira, Allahu na i fal të gjitha gabimet, mëkatet që kemi bërë, Allahu na pastroft zemrat, niyetet, Allahu na bashkoft të gjithë dhe bashk me sinqeritet, me zemër të pastër, me niyet të pastër dhe inshallah gjithmonë të jemi bashkë këtë botë edhe në botën tjetër. Jemi bashkë këtë botë duke kryer vepra të mira që të kënaqet Zoti xhaleshanehu, po ashtu siç jemi këtu, të jemi edhe në xhenetet e Allahut, të cilët janë pafund. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka